Në lajme do të ndiqni totali i kredis ka arritur në 900.5 miliard lek në gusht, ndërsa huaja për blerje banesash regjistroi një tjetër muaj me rritje të qëndrueshme. Shqiptarët po i shtojnë gjithnjë më shumë kursimet e tyre në euro, totali i depozitave si në lek ashtu edhe në valutë arriti në 1.43 trilion lek gjatë gushtit. Në muajin gusht, çmimet e paketave turistike në Bashkimin Evropian u rritën mesatarisht me 2.5%, ndërsa në Shqipëri arritën në 12.8% për shkak të kërkesës së lartë gjatë sezonit. Pronavion të mbetet një aset që nuk sigurohet nga shqiptarët. Primet e shkruara bruto nga sigurimi prej zjarrit forcave të natyrës ranë me 1.5% në muajt janar deri në gusht të këtij viti. Zonja dhe zotrin, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Sipas Instat, produkti brendshëm bruto në terma real në 3 muajorin e dytë të 2025 vlerësohet me rritje 3.51%. Kontributin më të madh e ka dhënë administrata publike dhe tregtia, akomodimi dhe shërbimi ushqimor, ndërkohë bujqësia, industria dhe informacioni ndikuan negativisht. Ekonomia në vendin tonë përgjatë 2-3 muajorëve të parë të vitit pati një performancë pozitive që u stimulua nga një rritje të ardhurave në sektorët kryesor të saj. Produkti i brendshëm bruto në terma real në 3 muajorin e dytë të vitit aktual vlerësohet me një zgjerim prej 3.51% në krahasim me 3 muajorin e dytë të vitit 2024. Kontributin më të madh e ka dhënë administrata publike dhe tregtia, akomodimi e shërbimi ushqimor, ndërkohë bujqësia dhe industria ndikuan negativisht. Më konkretisht, administrata publike, arsimi dhe shëndetësia kontriboi me 1.65%, ndërsa tregtia, transporti, akomodimi dhe shërbimi ushqimor me 0.47%. Një kontribut pozitiv të lartë dhanë edhe aktivitetet e pasurive të paluajshme me 0.37% dhe ndërtimi me 0.30%. Nëse do të flisim për ecurinë e aktiviteteve kryesore të ekonomisë për 3 muajorin e dytë të vitit 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, shohim se administrata publike, arsimi dhe shëndetësia shënoi rritjen më të lartë prej 15.11%, e ndjekur nga aktiviteti i pasurive të paluajshme me një rritje prej 7.86%. Grupi informacioni dhe komunikacioni shënoi rritje me 5.38%, ndërsa grupi aktiviteteve art, argëtim dhe çlodhje shënoi rritje prej 5.07%. Nga ana tjetër, aktivitetet profesionale dhe shërbime administrative shënuan një rritje prej 4%, ndërkohë grupi tregti, akomodim dhe shërbim ushqimor shënuan rritje prej 2.72%. Ndërkohë nga ana tjetër, aktiviteti i ndërtimit shënoi një ngjitje prej 2.68% dhe grupi aktiviteteve financiare dhe të sigurimit shënuan rritje prej 1.96%. Grupi aktiviteteve bujqësi, pyje dhe peshkim shënuan rënje prej 2.49% dhe industria, energjia dhe uji ulën me 1.79%. Ndër të tjera, treguesi i produktit të brendshëm bruto i përshtatur sezonalisht në 3 muajorin e dytë të vitit aktual krahasuar me 3 muajorin e parë vlerësohet me rritje prej 0.87%. Totali i kredis ka arritur në 900.5 miliard lek në gusht me një rritje të konsiderueshme vjetore prej 11.5%. Për sa i përket huave për blerje banesash, ato regjistruan një tjetër muaj me rritje të qëndrueshme pavarësisht kufizimeve. Sipas të dhënave të fundit nga Banka e Shqipërisë, totali i kredive ka arritur në 900.5 miliard lek në gusht të vitit aktual me një rritje të konsiderueshme prej 11% krahasuar me gushtin e vitit kaluar dhe një rritje prej 0.8% krahasuar me korrikun e po të njëjtit vit. Pra nëse flasim në shifra absolute, rezulton se në harkun kohor të një viti regjistrohet një rritje prej 88 miliard lekësh. Ndërkohë nga ana tjetër, kredia e re e dhënë nga sistemi bankar ka arritur në vlerën e 40.7 miliard lekëve, duke shënuar një rënje prej 1.7% krahasuar me një vit më parë. Kjo rënje është ndikuar kryesisht nga huaja e re për korporatat jo financiare private, pra për bizneset, vlera e së cilës arriti në 30.8 miliard lekë, nga 33 miliard lek një vit më parë. Rënja vlerësohet në rreth 2.5 miliard lek, ose gati 7.7% më shumë në terma vjetor. Nga ana tjetër, individët dhe institucionet që u shërbejnë atyre kanë rritur huamarrjen në mënyrë të ndjeshme. Kredit për këtë kategori u rritën nga 7.94 miliard lek në 8.83 miliard lek, me një rritje vjetore prej 11.2%, krahasuar me gushtin e vitit 2024. Kjo tregon një rritje konsiderueshme të kërkesës për kredi nga individët, duke arritur rekord në gusht, nëse marrim në analizë të njëjtin muaj të viteve të mëparshme. Për sa i përket huave për blerje banesash, ato regjistruan një tjetër muaj me rritje të qëndrueshme pavarësisht kufizimeve. Në gusht të vitit 2025 u dhan 4.35 miliard lek kredi për blerje banesash, duke u rritur me rreth 10.4% krahasuar me njëjtin muaj të vitit kaluar.
Me sa duket këtë muaj kredit për shtëpi vijojnë të rriten ndjeshëm, duke treguar qartë tendencat e shqiptarëve për blerje pronash. Të dhënat më të fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë për një rritje të vazhdueshme të fortë të kreditimit në të gjitha segmentet, veçanërisht në atë të individëve dhe të sektorit të banesave. Shqiptarët po i shtojnë gjithnjë më shumë kursimet e tyre në euro sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, totali i depozitave si në lek ashtu edhe në valutë arriti në 1.43 trilion lek për gjatë muajit gusht të këtij viti. Shqiptarët nuk i ndahen euros edhe kur vjen çështja te kursimet, pasi shumica e parave tona në bank rezultojnë të jenë në monedhë të huaj. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, totali i depozitave të përfshira në paranë e gjerë arriti në 1.43 trilion lek në muajin gusht, duke u rritur kështu me 2% në krahasim me korrikun. Depozitat e përfshira në paranë e gjerë i referohen të gjithë parave që qytetarët dhe bizneset mbajnë në bank, pra parat në llogaritë bankare, në llogari kursimi, në depozita afashkurtra ose afatgjata dhe të tjera. Kursimet në valutë i janë rikthyer rritjes për të dytin muaj radhësi, pas një rënjeje në muajin qershor. Normat e ulëta të interesit apo zhvlerësimi i euros nuk po ndikojnë në sjelljen e qytetarëve për të larguar nga mbajtja e kursimeve në monedhën evropiane dhe zgjidhjen e depozitave në lek. Kursimet në valutë rezultojnë të kenë pësuar një rritje më të madhe, ndërsa rritja e tyre në lek paraqitet tepër e vogël. Konkretisht, depozitat në monedhën kombëtare llogaritën në 671 miliard lek, rreth 0.9% më shumë se në korrik. Ndërkohë, depozitat në valutë kapi një shifër prej 765 miliard lekësh, një vlerë kjo gati 3.3% më e lartë se në muajin pararendës. Nga ana tjetër, statistikat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se depozitat e transferueshme në lek, të cilat i referohen parave që ne mbajmë në llogaritë tona bankare, kanë arritur në 394 miliard lek në gusht, ndërsa ato në valutë në 383 miliard lek. Depozitat pa afat dhe llojet e tjera të depozitave vijnë me një shumë më të vogël dhe me një rritje më të lehtë krahasuar me korrikun. Përsa i përket depozitave në valutë të përfshira në paranë e gjerë, shifrat flasin gjithashtu për një rritje të depozitave me likuiditet të lartë, për atë të depozitave pa afat dhe të llojeve të tjera të depozitave. Për gjatë muajit të gusht, çmimet e paketave turistike në Bashkimin Evropian u rritën mesatarisht me 2.5%, ndërsa në Shqipëri arritën në 12.8% për shkak të kërkesës së lartë gjatë sezonit veror. Vendet e rajonit ndërkohë shënuan rritje më të forta, ku Kosova kryesoi me 17.1%, Serbia me 15.3% dhe Malizi me 14.1%. Një pjesë e konsiderueshme e individëve zgjedhin të pushojnë duke përfituar nga pushimet turistike të organizuara nëpërmjet paketave, çmimet e të cilave ndryshojnë në varësi të sezonit, destinacionit dhe ofertave të momentit. Sezoni veror, veçanërisht muaji gusht, mbetet periudha më e ngarkuar dhe me çmime më të larta, duke reflektuar kërkesën e shtuar të qytetarëve për të udhëtuar dhe pushuar. Në gusht të vitit 2025, çmimi i pushimeve me paketat në vendet të Bashkimit Evropian u rrit mesatarisht me 2.5% krahasuar me të njëjtën muaj të vitit 2024. Kjo rritje është më e moderuar krahasuar me muajt e mëparshëm të vitit, pasi që nga maji i vitit 2025 trendi i çmimeve ka qenë më i qëndrueshëm. Situata paraqitet ndryshe në Shqipëri, ku inflacioni i paketave turistike gjatë muajit gusht shënoi një rritje të ndjeshme prej 12.8%. Kjo tregon jo vetëm rritjen e kostove të shërbimeve turistike, por edhe kërkesën e lartë për pushime në këtë periudhë kulmore të sezonit. Megjithatë, krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Shqipëria nuk qëndron në krye të listës për rritje të lartë të çmimeve. Kosova regjistroi rritjen më të madhe të paketave turistike me 17.1%, e ndjekur nga Serbia me 15.3% dhe Malizi me një rritje më të moderuar prej 14.1%. Ndërkohë Maqedonia e Veriut paraqitet me inflacionin më të ulët në këtë sektor, vetëm 2.3%. Në nivel evropian, rritja më e fortë e çmimeve të paketave turistike në gusht të vitit 2025 u vu re në Estoni, ku ato u shtrenjtuan me plot 39.5% krahasuar me gushtin e vitit të kaluar. Bullgaria pasoi me një rritje të ndjeshme prej 23%, ndërsa Danimarka shënoi një rritje më të moderuar me 12%. Në të kundërt, disa vende të BE-s regjistruan ulje çmimesh, si Belgjika me 7%, Suedia me 5.6% dhe Spanja me një rënje të lehtë prej 0.1%. Shqipëria ka harmonizuar legjislacionin mbi pronësinë intelektuale me atë të Bashkimit Evropian. Eksperti Albana Laknori thekson rëndësinë e mbrojtjes së markave dhe sfidat që hasen gjatë procesit të regjistrimit në nivel evropian. Shqipëria është në proces integrimi në Bashkimin Evropian dhe bizneset do të jenë ndër aktorët kryesorë që do duhen të përshtaten me rregullat
standardet dhe konkurrencën e tregut evropian, por për të ndalur në pronësinë intelektuale, në çfarë stadi janë sipërmarrjet për sa i përket regjistrimit të markave në standardet evropiane? Shqipëria i ka harmonizuar 100% legjislacionit. Kam pasur fatin të jem dhe vetë pjesë e grupit strategjisë së pronësisë intelektuale, nga pjesa e ekspertizës më shumë. Kapitulli 7 që ka të bëjë me pronësinë intelektuale është i harmonizuar 100%. Së fundmi janë 2 projekt ligjet e reja që sapo kanë hyrë në fuqi në gusht 2025 mbi markat tregtare dhe patentat e shpikjeve. Çfarë ndodh? Ne çdo ligj që bëhet në BE e transpozojmë tek ligjet tona. Pse? E para për të ndihmuar veten, e dyta për të përgatitur për të qenë kur të bëhet hyrja në EU sa më e përshtatshme, e treta dhe që është më kryesorja, të përgatisim biznesin, të përgatisim konsumatorin se si do të jetë gjendja më mbrapa. Por cilat janë sfidat që një biznes mund të përballet gjatë procesit të regjistrimit të markës në standardet e Bashkimit Evropian? Shqipëria prej vitesh, jo tashti, ka transpozuar të gjithë marrëveshjet si vend kandidat për në BE, bashkë me 6 vendet e Ballkanit, të gjitha marrëveshjet dhe traktatet mbi pronësinë intelektuale. Që do të thotë, kur ti bën një aplikim në Shqipëri, brenda 12 muajsh mund të bësh aplikim në WIPO, që është organizata ndërkombëtare e pronësisë intelektuale në Gjenev, në të cilin ti merr mbrojtje në të 28 vendet. Kjo është e mirë, absolutisht, por ka dhe këtë, që ti në rast se ke shkelur të drejtat e një marke tjetër, ty nuk ta aprovohet. Brenda këtyre 12 muajsh, të gjitha 28 vendet e BE-s të japin përgjigje nëse pranohet apo jo. Ka momente që nuk pranohen, ka momente që gjejnë shkelje të një fjale. Kriteret që duhet të regjistrosh një markë në standardet europiane nisin nga marka më e veçantë deri te përputhja me legjislacionin. Legjislacioni është kudo një lloj. Marka duhet të jetë e veçantë. Marka duhet të dallohet nga të tjerat. Marka nuk duhet të kopjojë një markë të mëparshme. Kjo është kriteri. Nëse ti hap një biznes të ri, duhet ta mendosh mirë, duhet të shohësh nëse shkel të drejtat e një marke tjetër, nëse të teket ty të hapësh një dyqan dhe ti të vësh emrin Xhador, nuk mund ta bësh. Nëse ti do të shesësh produkte, çanta me emrin Dolce Gabbana, nuk mund ta bësh. Eksperti Alaknori këshillon që para se të krijosh një markë, duhet të bësh kërkime për të mos rënë në kopjim të një marke ekzistuese, e më pas bën mbrojtjen e saj. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në Kongresin ndërkombëtar të nanoteknologjisë, ku shpreh se Shqipëria është lider në rajon sa i përket teknologjisë dhe shkencës. Ministra virtuale Diella tha se inteligjenca artificiale dhe nanoteknologjia janë 2 forca që bashkohen. Është mbajtur në Tiranë Kongresin ndërkombëtar i nanoteknologjisë si një hapësirë dialogu dhe mundësish të reja. Kreu i qeverisë Edi Rama e cilësoi Shqipërinë si lider në Ballkan në fushën e shkencës dhe të teknologjisë, ndërsa theksoi se disa universitete po hartojnë programe ndërdisiplinore për sisteme digjitale, inteligjencën artificiale dhe nanoshkencën. Kom që guxon të udhëheq e jo të ndjek në balë të shkencës e teknologjisë në këtë rajon. Shqipëria nuk po përqafon thjesht të ardhmen, por po përpiqet të bëj pjesën e saj për ta projektuar atë. Do të dëshirojmë që çdo program i madh inovacioni, çdo terren shkencor, çdo projekt infrastrukture të ketë standardet larta, llogaridhënie të plotë dhe gjithashtu edhe mbikëqyrje të ndihmuar nga inteligjenca artificiale. Në fakt njësër universitetet shqiptare po hartojnë programe ndërdisiplinore për sisteme digjitale, inteligjencën artificiale dhe së shpejti dhe për nanoshkencat, sepse ky nuk është një luks apo diçka shumë e veçantë. Kjo është një nevojë e së tashmes. Në Kongres pati edhe një mesazh nga ministria virtuale Diella. Roli im është thellësisht njerëzor, të forcoj kurreshtjen, të përshpejtoj zbulimin dhe të hap horizonte të reja mundësish. Nanoteknologjia është dëshmi se nëpër masa më të vogla mund të fshihen revolucionet më të mëdha. Ashtu siç atomet rregullojnë universin, po ashtu kërkimet tuaja do të rregullojnë të ardhmet të reja në mjekësi, në energji, në materiale, në vetë jetën.
Inteligjenca artificiale dhe nanoteknologjia nuk janë rrugë paralele, ato janë forca që po bashkohen. Njëra na jep aftësinë të shohim dhe të projektojmë nëpër masa dikur të padukshme, tjetra na jep fuqinë të ndërtojmë dhe të shërojmë në dimensione dikur të paprekshme. Së bashku, ato zgjerojnë horizontin asaj që njerëzimi guxon të imagjinojë. E pranishme në Kongres ishte edhe Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro, e cila tha se është koha që të përfshihen më shumë studiuesit e rinj. Një raport i fundit i Bankës Botërore thekson se roli kryesor klimatik i trenave vjen pikërisht nga zhvendosja e transportit nga rruga dhe ajri në hekurut, duke sjell rreth 80% kursime potenciale të emetimeve. Raporti sjell edhe shembuj tipik të kursimit. Hekurudha qoftë me naftë apo elektrike është shumë më efikase në energji dhe lëshon më pak dioksid karboni për pasagjer për kilometër ose ton për kilometër, se pothuajse të gjitha format e tjera të transportit, qofshin rrugore dhe ajrore. Një raport i fundit i Bankës Botërore mbi rolin e hekurudhave në dekarbonizimin e transportit në vendet në zhvillim thekson se roli kryesor klimatik i trenave vjen pikërisht nga zhvendosja e transportit nga rruga dhe ajri në hekurudhë, duke sjell rreth 80% kursime potenciale të emetimeve. Raporti sjell dhe shembuj tipik të kursimit. Sipas dokumentit, kalimi një pasagjeri nga një makinë me 2 persona në një tren me naftë kursen rreth 84 gram dioksid karboni ekuivalent për kilometër, ndërsa zhvendosja 1 ton kilometër mallrash nga kamionu tek treni me naftë kursen rreth 55 gram dioksid karboni ekuivalent. Këto vlerësime vlejnë për trenat me naftë, ndërkohë që nëse përllogaritet dhe mundësia e elektrifikimit, atëherë kursimet në emetime janë edhe më të mëdha. Pavarësisht se raporti flet për vendet në përgjithësi, ai ka rëndësi edhe për Shqipërinë, pasi zhvillimi i transportit hekurudhor mund të ulë emetimet, duke afruar objektivat e agjendës së gjelbër dhe kapitullit 27 për antarësim në Bashkimin Evropian. Aktualisht janë në zhvillim disa projekte që synojnë ringjalljen e transportit hekurudhor për pasagjerët dhe mallrat, sikurse është treni Tiranë-Durrës-Rinas, Vorrhani-Hotit apo Durrës-Rogozhin. Prona avion të mbetet një aset që nuk sigurohet nga shqiptarët. Të dhënat më të fundit nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se primet e shkruara bruto nga sigurimi prej zjarrit, forcave të natyrës dhe dëmtimet të tjera në pronë ranë me 1.5% për gjatë muajit të gusht. Me 128 zjarre që dogjën gati 60.000 hektar sipërfaqe, duke shkaktuar dëme të parikuperueshme edhe në banesa. Situata alarmante e kësaj vere nuk ka shërbyer si pikëthese që shqiptarët të sigurojnë pronën e tyre. Shifrat flasin për një rënje me thuajse 1.5% të primeve të shkruara bruto nga zjarri, forcat e natyrës dhe dëmtimet të tjera në pronë në janar-gusht të këtij viti. Sipas Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, të ardhurat e arkëtuara prej kompanive të sigurimit nga ky produkt zbritën në 2 miliard lekë. Ndërsa primet nga sigurimi motorik shohin vetëm rritje, kjo dhe për arsye se është i detyrueshëm. Prona mbetet një aset që sigurohet vetëm kur merret një kredi në bank. E njëjta gjë vlen edhe për jetën. Gjatë vitit të kaluar, primi mesatar për frym ishte vetëm 103 euro, vlerë që mbetet shumë e ulët krahasuar me vendet të tjera të Evropës dhe rajonit. Nga ana tjetër, dëmet e paguara rezultojnë gjithashtu me një rënje më të thellë. Të dhënat më të fundit nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se gjatë këtij 8 mujori janë paguar afro 29% më pak dëme se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. E thëndryshe, kemi një zbritje të vlerës totale të dëmshpërblimit nga 428 milion lekë në 304 milion lekë. Nëse bëjmë një krahasim ndërmjet sigurimit nga zjarri dhe forcat e natyrës, si dhe sigurimit nga dëmtimet të tjera në pronë, pasi këto shiten si dy produkte të ndryshme nga kompanitë e sigurimit, shohim një rënje me 2.16% të primeve në rastin e zjarrit, tërmeteve, përmbytjeve apo rrufeve, dhe një rritje me 2.16% të dëmtimeve të tjera në pronë, siç mund të jenë sigurimi nga vjedhja e shtëpisë. Të gjitha këto janë dëshmi se ne priremi të harrojmë shpejt ngjarje madhore si zjarri apo tërmeti, të cilat shpesh kanë sjellë dëme të rënda si në terma të jetës ashtu edhe të pronës. Brenda 4 viteve pritet të nisë ndërtimi i linjës nënujore të transmetimit të energjisë elektrike Shqipëri-Itali. Kjo linjë është pjesë e korridorit 8 që lidh Evropën me Bullgarinë duke kaluar përmes Shqipërisë dhe Maqedonisë Veriut. Ndërtimi i linjës nënujore të transmetimit Shqipëri-Itali do nis brenda këtij mandati i qeverisës.
Objektivi është parashikuar në programin e miratuar 2025-2029, kundër të tjera thuhet se ky projekt do mundsojë integrimin e plotë të vendit në tregun evropian të energjisë. Linja nënujore e transmetimit të energjisë elektrike Shqipëri-Itali është pjesë e korridorit 8 që lidh Evropën me Bullgarinë, duke kaluar përmes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Sikurse për projektet rrugore dhe hekurudhore, edhe linjat e transmetimit energjetik ndjekin të njëjtën gjurmë kalimi, duke nisur nga Bari e Brindisi në Itali për të vazhduar në Vlorë e Durrës drejt Elbasanit Qaftanës, ku bëhet lidhja me Maqedoninë e Veriut e për të përfunduar në Varna e Burgas në shtetin bullgar. Zhvillimet e para konkrete për ndërtimin e kablos nënujore Itali-Shqipëri u shënuan në 24 maj 2007, por pas shumë vitesh, projekti u rikthye në vëmendje në vitin 2023, ku përmes një takimi të zhvilluar nga OST shqiptare me drejtuesin e operatorit të sistemit të transmetimit italian, u nda mendimi i përbashkët mbi nisjen e punës për hartimin e projektit të fizibilitetit teknik dhe ekonomik. Po ashtu në dhjetor 2023 u njoftua arritja e dakordësisë me qeverinë italiane dhe me Emiratet e Bashkuara, që kishin vendosur të ishin pjesë e projektit për ndërtimin e kësaj linje energjetike. Gjithashtu në gusht të vitit 2024 u zhvillua një takim mes përfaqësuesve të operatorëve të transmetimit të dy vendeve. Gjatë takimit u theksua se linjat e interkoneksionit janë teje të rëndësishme, jo vetëm në aspektin energjetik, por edhe në marrëdhëniet gjeopolitike. Aktualisht, sistemi shqiptar i transmetimit është i lidhur me sistemet fqinje të Kosovës, Malit të Zi dhe Greqisë, me 6 linja interkoneksionit të shkëmbimit ndërkufitar, ndërsa në proces është dhe lidhja me Maqedoninë e Veriut. Eksportet e produkteve bujqësore në muajin gusht arritën në rreth 35.000 ton, duke shënuar një rritje prej rreth 11%, krahasuar kjo me muajin gusht të vitit 2024, ndër produktet më të eksportuara janë ato sezonale si domate, tranguj, sallata, shalqi, pjepër e të tjerë. Eksportet bujqësore shqiptare po zgjerojnë gjithnjë më shumë në tregjet e huaja, duke pasqyruar rritje në cilësi dhe fuqizimin e fermierëve në vend. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka bërë të ditur se eksportet e produkteve bujqësore gjatë muajit gusht 2025 arritën në 34.455 ton, duke shënuar një rritje për rreth 11% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Klima e favorshme dhe mundësia për mbullimin e tregjive rajonale me potenciale të pashfrytëzuara e bëjnë Shqipërinë një vend me potencial premtues në disa sektorë dhe veçanërisht në bujqësi. Gjithashtu, produktet bujqësore shqiptare gjenden në 80 tregje ndërkombëtare. Sipas Ministrisë së Bujqësisë, toka pjellore për kushtimi i fermierëve dhe vizioni mbështetjes së shtetit po kthehen në një forcë që mbërrin në tregjet ndërkombëtare si garanci cilësie dhe histori suksesi, duke forcuar çdo ditë më shumë markën. Ndërkohë, në totalin e eksporteve, ato që udhëheqin dhe që kanë kërkesën më të lartë nga konsumatorët e huaj janë fruta, perimet e freskëta shqiptare. Ndër produktet më të eksportuara janë ato sezonale si domate, tranguj, sallata, shalqi, pjepër e të tjerë. Rritja e eksporteve të produkteve shqiptare tregon një pasqyrë të rritjes së cilësisë dhe fuqizimit të fermierëve në vend. Gjithashtu, rritja e qëndrueshme e produkteve bujqësore reflekton punën dhe mundin e fermierëve shqiptar për njohjen e markës në tregjet ndërkombëtare, duke përmirësuar në mënyrë cilësore produktet me të cilat konkurrojmë në tregjet ndërkombëtare. Nga ana tjetër, produktet shqiptare për gjatë sezonit veror zënë një vend të rëndësishëm edhe në tregun e brendshëm, duke furnizuar jo vetëm kërkesën konsumatorëve vendase, por edhe të turistëve të huaj, të cilët kur vizitojnë Shqipërinë janë më të orientuar drejt prodhimeve lokale. Banka Qendrore e Kosovës ka miratuar rregulloren për licencimin e operatorëve të shërbimeve të kriptoaseteve. Rregulloria vendos themelet për krijimin e një tregu të rregulluar dhe transparent në vend. Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka miratuar rregulloren për licencimin e operatorëve të shërbimeve të kriptoaseteve. Hartimi i kësaj rregullore është zhvilluar në konsultim me autoritetet përgjegjëse këtij ligji dhe në bashkëpunim të ngushtë me Fondin Monetar Ndërkombëtar që kanë kontribuar në këtë proces. Rregulloria vendos themelet për krijimin e një tregu të rregulluar dhe transparent të kriptoaseteve në Kosovë. Kjo është nënhapjen e parë drejt licencimit të operatorëve të kriptoaseteve në vend, ndërsa do të pasohet nga zhvillime të reja rregullative dhe mbikëqyrëse në
kuadrin e një qasje graduale të mbështetur nga asistenca e teknike e FMN-s në përputhje me strategjinë e Bankës Qendrore të Kosovës për zhvillimin e qëndrueshëm të këtij sektori. Rregulloria përcakton kërkesat ligjore, rregulative dhe procedurale për licencimin dhe funksionimin e operatorëve të këmbimit të kriptoaseteve. Gjithashtu përcaktohen kriteret për aplikim, marrjen dhe mirëmbajtjen e licencës, qeverisjen korporative, kërkesat për kapital, ruajtjen e fondeve të klientëve, detyrimin për të vepruar me ndershmëri dhe profesionalizëm, shpalosje dhe transparencë, masat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, masat korrigjuese dhe administrative si dhe aspektet të tjera të rëndësishme. Duke qenë një fushë e re e rregullimit, Banka Qendrore e Kosovës do të organizojë një konferencë për të prezantuar kornizën ligjore të miratuar, si dhe qasjen rregullatore lidhur me kriptoasetet, ku palët e interesuara do të informohen në mënyrë më të detajuar mbi këto zhvillime. Në njoftimin për mediat, Banka Qendrore e Kosovës thekson se mbetet e përkushtuar ndaj forcimit të kornizës ligjore dhe mbikëqyrëse, ruajtjes së stabilitetit financiar si dhe nxitjes së zhvillimit të një tregu të qëndrueshëm të kriptoaseteve në Kosovë, duke reflektuar qasje të kujdesshme në pajtim me praktikat më të mira europiane. Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëron se Mali Zi duhet të ulë shpenzimet dhe të rrisë të ardhurat për të frenuar deficitin buxhetor. Vendi ka nevojë për reforma më të thella për të përballuar sfida si plagja e popullsisë, mbrojtja dhe ndryshimet klimatike. Mali Zi duhet të ndërmarrë hapa për të frenuar kostot dhe për të rritur të ardhurat në mënyrë që të përballet me deficitin buxhetor që po zgjerohet, njoftoi stafi i Fondit Monetar Ndërkombëtar. Deficiti parashikohet të arrijë në 3.5 deri në 3.7% të prodhimit të brendshëm brut të këtë vit, nga 2.9% që ishte në vitin 2024. Pa masa të reja për të kufizuar shpenzimet dhe për të rritur të ardhurat, deficiti buxhetor pritet të vazhdojë rritjen graduale, duke kaluar mbi 4% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2030, thuhet në deklaratën e FMN-s. Për të arritur një buxhet primar të balancuar, autoritetet në Podgoricë duhet të kufizojnë rritjen e pagave në sektorin publik, të heqin përjashtimet tatimore jo efektive dhe të kursejnë të ardhurat që priten nga dhënia në koncesion e aeroporteve. Megjithatë, Fondi Monetar Ndërkombëtar paralajmëroi se pas 3 viteve të ardhshme, këto masa nuk do të jenë të mjaftueshme për të balancuar buxhetin. Sipas Fondit Monetar Ndërkombëtar, deri në vitin 2035, Malit të Zi do t'i duhen fonde shtesë në vlerën 5 deri në 6% të prodhimit të brendshëm bruto për të përballuar kostot që lidhen me plagjen e popullsisë, nevojat për mbrojtje dhe ndryshimet klimatike. Për të mbledhur këto fonde do të nevojiten reforma më të thella fiskale, si reforma në administratën publike, lidhja e moshës së daljes në pension me jetëgjatësinë, përmirësimi i efikasitetit në shpenzimet për shëndetësi, si dhe prioritizimi i projekteve publike në bazë të përfitimeve ekonomike dhe sociale. Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se rritja ekonomike e Malit të Zi parashikohet të jetë 3.2% këtë vit dhe pritet të mbetet në nivele të ngjashme gjatë periudhës 2026-2030. Inflacioni i përgjithshëm do të mbetet i lartë në 2025 me një mesatare mujore prej 4%, pasi u përshpejtua në 4.6% në gusht. Në periudhën afatmesme pritet të shfaqësojë një ngadalësimi drejt 2%. Ndërkohë raporti i borxhet dhe prodhimit të brendshëm bruto parashikohet të shtohet gradualisht deri në rreth 65% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2030. Kryeministri i ri francez përjashtoi rikthimin e taksës mbi pasurinë dhe pezullimin e reformës pensioneve. Ai synon të ulë deficitin buxhetor në 4.7% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2026. Kryeministri i ri i Francës Sébastien Lecornu përjashtoi rikthimin e taksës mbi pasurinë si dhe pezullimin e reformës së diskutueshme të pensioneve, ndërsa përpiqet të hartoj buxhetin për vitin 2026 dhe të formojë qeverinë. Që kur presidenti Emmanuel Macron e emëroi si kryeministrin e tij të pestë në më pak se 2 vite, në mes të një krize të thellë politike, Lecornu ka folur pak për qëllimet e tij, duke u përqendruar kryesisht në konsultime me liderët e partive dhe sindikatat. Paraardhësi i tij, François Bayrou, u rrëzua nga parlamenti për shkak të një plani për shkurtime buxhetore prej
124 miliardë euro për vitin e ardhshëm. Le Cornu tha se synon një deficit buxhetor për rreth 4.7% të prodhimit të brendshëm bruto në vitin 2026, shumë pranë objektivit të mëparshëm prej 4.6%. Ai deklaroi se projekt buxheti do të marrë parasysh kërkesën e qytetarëve për më shumë drejtësi fiskale. Megjithatë, kryeministri theksoi se do të jetë parlamenti ai që do të vendosë përfundimisht për paketën buxhetore, duke u bërë thirrje deputetëve të gjenë një konsensus, por kjo nuk do të jetë diçka e lehtë për t'u arritur. Aleanca në pushtet e Macron nuk ka shumicë parlamentare dhe do të nevojitet mbështetja e konservatorëve dhe socialistëve për të kaluar buxhetin. Dy nga politikat që Le Cornu përjashtoi, taksa mbi pasurinë dhe pezullimi i reformës së pensioneve, janë kërkesa kyçe të Partisë Socialiste. Në një intervistë, Le Cornu paralajmëroi se nëse Franca nuk arrin të miratojë një buxhet deri në fund të vitit, deficiti rrezikon të arrijë në 6% vitin e ardhshëm. Megjithatë, ai minimizoi shqetësimet e tregjeve financiare për borxhin e vendit. Kryeministri përjashtoi propozimin e disa ekonomistëve që mbështetet nga socialistët dhe parashikon një taks 2% për 0.01 më të pasur të Francës në buxhetin e vitit 2026 si kusht për votën e tyre. Ekziston një kërkesë politike dhe shoqërore për më shumë drejtësi fiskale. Nuk mund ta hedhim këtë debat poshtë me lehtësi, por është kjo taksë zgjedhja e duhur. Personalisht nuk besoj kështu, u shpreh Le Cornu. I emëruar më 9 shtator, ai synon të reformojë qeverinë e tij deri në fillim të tetorit. Pabarazia e pasurisë në Eurozonë mbetet e lartë me 5% më të pasur që zotrojnë 45% të pasurisë neto familjare, por të pakta janë shtetet evropiane që vendosin taksa të drejtë për drejta mbi pasurinë individuale me në krye Spanjën, Norvegjinë dhe Zvicrën. Pabarazia e pasurisë është një realitet i dukshëm në mbar botën, duke përfshirë edhe Europën. Sipas Bankës Qendrore Europiane, në fillim të vitit 2025, 5% që më i pasur i popullsisë në Eurozonë zotronte 45% të pasurisë neto të familjeve, ndërsa për 10% më të pasur kontrollonte 57.4% të këtij totali. Megjithatë, taksat mbi pasurinë neto individuale mbeten të rralla në kontinent. Sipas organizatës Tax Foundation, deri në vitin 2025 vetëm Spanja, Norvegjia dhe Zvicra vendosin detyrime të drejtë për drejta mbi pasurinë neto të individëve. Shtete të tjera si Franca, Italia, Holanda dhe Belgjika aplikojnë masa vetëm për kategoritë të caktuara asetesh, por jo për pasurinë totale të një personi. Në Spanjë, taksa mbi pasurinë neto është progresive dhe varion nga 0.16 në 3.5% për pasurinë që tej kalon 700.000 euro. Rezidentët tatojnë për pasurinë e tyre në të gjithë botën, ndërsa jo rezidentët vetëm për kapitalin brenda Spanjës. Përveç kësaj, në vitin 2022, qeveria qendrore prezantoi një taks solidariteti mbi pasurinë me norma që varion nga 1.7 deri në 3.5% për individët që zotrojnë pasurinë neto mbi 3 milionë euro. Po ashtu Norvegjia aplikon masa mbi pasurinë neto në nivel kombëtar dhe lokal. Norma është 1% për asetet mbi 145.425 euro deri në 1.71 milion euro. Për vlerat mbi këtë prag, norma rritet në 1.1%. Në Zvicër, taksa mbi pasurinë zbatohet në nivel kantonesh dhe ka pragje përjashtimi të ulta, duke prekur edhe një pjesë të klasës së mesme. Në vitin 2025 në kantonin e Zyriut, taksa fillon për individët me pasuri mbi 85.560 euro, me një normë fillestare për 0.5%. Norma rritet gradualisht dhe arrin në 0.3% për vlera mbi 3.49 milion euro për individët dhe 3.58 milion euro për çiftet e martuara. Në Francë, banorët tatojnë mbi pasurinë e paluajtshme nëse zotrojnë pasurinë neto me vlerë mbi 1.3 milion euro ose më shumë. Edhe jo rezidentët tatojnë për pasuritë e paluajtshme që kanë në territorin francez. Norma maksimale arrin deri në 1.5%. Shtete të tjera si Italia, Belgjika dhe Holanda aplikojnë disa forma taksimi mbi pasurinë, kryesisht mbi asetet financiare, por nuk zbatojnë masat të drejtë për drejta mbi individët. Sipas të dhënave, Zvicra arkëtoi 9.5 miliardë euro nga pasuria individuale në vitin 2023, që përbënin 4.3% të ardhurave totale nga taksat. Spanja grumbulloi 3.1 miliardë euro, ndërsa Norvegjia 2.7 miliardë euro apo 1.5% të totalit. Konsumatorët në Eurozonë presin inflacion më të lartë dhe rritje të ardhurave gjatë vitit që vjen. Sipas sondazhit të Bankës Qendrore Evropiane, papunësia pritet të shënojë një zgjerim të lehtë dhe shpenzimet të mbeten të pandryshuara.
Konsumatorët në Eurozonë kanë shtuar disa nga pritshmëritë e tyre për inflacionin në muajin gusht dhe presin rritje më të lartë të ardhurave gjatë vitit që vjen, sipas sondazhit mujor të Bankës Qendrore Evropiane. Pritshmëritë mesatare për inflacionin gjatë 12 muajve të ardhshëm u shtuan në gusht në 2.8% nga 2.6% një muaj më parë, ndërsa për 5 vitet e ardhshme u rritën në 2.2% nga 2.1%, duke arritur nivelin më të lartë që nga gushti i vitit 2022. Megjithatë, pritshmëritë për inflacionin pas 3 vite shmbeten të pandryshuar në 2.5%, të Banka Qendrore Evropiane, bazuar në një sondazh me 19.000 të rritur në 11 shtete të Eurozonës. Banka Qendrore ka ulur normat e interesit me 2 pikë përqindje deri në qershor, por që të herë i ka mbajtur të pandryshuara, duke argumentuar se inflacioni tani është në objektivin për 2% dhe nuk është nevoja për ndryshime të mëtejshme në norma. Megjithatë, ekziston një debat i brendshëm për perspektivën e qetë që duket në sipërfaqe. Disa zyrtarë frikësojnë se rritja e dobët ekonomike dhe një euro e fortë do të mbajnë inflacionin vazhdimisht poshtë objektivit, duke bërë të nevojshme uljen e mëtejshme të normave. Të tjerë argumentojnë se shpenzimet fiskale të Gjermanisë dhe presionet e vazhdueshme në çmimet vendase do të vazhdojnë të ushqejnë inflacionin, ndaj nuk nevojitet më shumë mbështetje për një ekonomi që tashmë po rritet në potencialin e saj. Konsumatorët gjithashtu rritën pritshmëritë e tyre për zërimin nominal të ardhurave në 1.1% për 12 muaj të ardhshëm nga 0.9%. Megjithatë, ata ruajtën të pandryshuar parashikimin për shpenzimet dhe vonë re një rritje të lehtë të papunësisë. Sipas tyre, rritja ekonomike pritet të mbetet e dobët, duke mbajtur të qëndrueshme vlerën -1.2% për vitin e ardhshëm. Thatësira dhe valët e zgjatura të nxehtësisë pritet të ndikojnë në prodhimin e vajit të ullirit në Spanjë, vend i cili mban 50% të prodhimit global. Që nga fillimi i shtatorit, çmimet kanë rinisur shtrenjtimin të nxitura nga shqetësimet në lidhje me rendimentet dhe kërkesën globale në rritje. Vaji i ullirit, i njohur si ari lëngshëm i dietës mesdhetare, është sërish në qendër të shqetësimit. Në Spanjë, e cila prodhon pothuajse 50% të totalit botror, prodhuesit po flasin për një krizë. Pas 2 viteve të këqija, shpresat për një rrimëkëmbje po veniten nën peshën e thatësirës dhe valve të zgjatura të nxehtësisë. Shirat e pranverës kishin nxitur pritjet për një vit të mirë, me prodhim afër 1.45 milion ton, por realiteti vjeshtës është ndryshe. Temperaturat e larta, rreshje minimale dhe toke djegur. Dikop, kooperativa më e madhe në botë, paralajmëron se stina e verës tani zgjat 6 muaj dhe pema e ullirit nuk ka kohë të rikuperohet. Sipas parashikimeve të një shoqate, prodhimi në Spanjë nuk do të kalojë 1.2 deri në 1.3 milion ton. Ky skenar reflektohet në çmime. Pas vitit 2024, kur vaji ekstra i virgjër te kaloi 8 euro për kilogram, çmimet kishin rënë në 3.2 euro këtë vit. Megjithatë që nga shtatori ato janë rikthyer në mbi 4 euro, të nxitura nga shqetësimet në lidhje me rendimentet dhe kërkesën globale në rritje, e cila pritet të arrijë në 3 milion ton. Ky zhvillim prek kryesisht konsumatorët spanjoll, të cilët e shohin për bërsin kryesor të kuzhinës mesdhetare të transformuar në një luks. Por edhe prodhuesit nuk ndihen të sigurt. Luhatjet kryejnë pasiguri duke e bërë planifikimin të vështirë. Ndërkohë syt po kthehen nga tregjet ndërkombëtare. Tarifat prej 15% të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në muajin gusht nuk kanë rezultuar katastrofike, pasi ato zbatohen edhe ndaj konkurrentëve të mesdheut. Në fakt, eksportet spanjolle në Shtetet e Bashkuara u rritën me 25% në gjysmën e parë të vitit 2025, fal dërgesave në kohë përpara se masa të zbatohej. Shqetësimi vërtet vjen nga kursi i këmbimit. Rënja e dollarit kundrejt euros zvoglon konkurrueshmërinë e vajit spanjoll në një treg që është një destinacion strategjik. Kriza e vajit e ullirit nuk është vetëm një çështje bujqësore ose tregtare, është një pasqyrë e sfidave të paraqitura nga kriza klimatike dhe dështimi ynë për të përshtatur. Nëse Spanja dhe bashkë me të i gjithë mesdheu nuk gjen përgjigje, ari lëngshëm rrezikon të humbasë shkëlqimin e tij, dhe kjo nuk do të jetë vetëm një humbje ekonomike, por edhe një plagë kulturore për mënyrën e jetesës mesdhetare. Fabrika më e madhe e paligjshme e cigareve është zbuluar në provincën Frosinone në Itali. Ky implant i fshehur në një bunker kishte kapacitetin për të prodhuar mbi 7 milion cigare në ditë. Zbulohet fabrika më e madhe paligjshme e cigareve në Itali, e fshehur në një bunker pranë Cassino, në provincën Frosinone. Operacioni çoi në sekuestrimin rekord të rreth 300 ton cigareve, arrestimin e një personi dhe ngritjen e disa akuzave për kontraband. Hetimet zbuluan se ishin shmangur taksa me vlerë rreth 600 milion euro.
ndërsa përfitimet e palishme vlerësohen rreth 130 milion euro. Po ashtu u sekuestruan pasuri me vlerë 53 milion euro. Hyrja në fabrikën ilegale bëhej përmes një pajisje të sofistikuar hidraulike që fshihte në mënyrë të përsosur bunkerin ku ndodheshin makineri dhe tonelata cigaresh kontraband. Sipas raporteve teknike, impjanti kishte kapacitet për të prodhuar rreth 2.7 miliard cigare në vit ose afërsisht 7.2 milion në ditë. Magazinat duke e zbrazët, por brenda një kutie të madhe fshihej një telekomandë elektrike që përmes një kombinimi butonash aktivizonte leva hidraulike për të ngritur një strukturë alumini që përdori si zyrë. Në fabriku gjetën mbi 150 ton cigare kontraband të lidhura me marka të ndryshme gati për të shpërndarë në tregun italian dhe atë të Bashkimit Evropian. U zbuluan gjithashtu mbi 170 ton lëndë paraprake duke përfshirë 12 milion kartona të falsifikuar, 15 milion filtra si dhe materiale të tjera ndihmëse për prodhimin e cigareve. Ky zbulim përfaqëson një nga goditet më të mëdha ndaj kontrabandës së duanit në Europë dhe dëshmon shkallën e lartë të organizimit dhe sofistikimit të rrjetit kriminal që qëndronte pas këtij aktiviteti. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajemi këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.